Allahun e falenderojmë prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të ndershëm, dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, inshallah taala në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, do të trajtojmë një problematik prej problematikave tona. Problematikave tona që asnjëri prej neve nuk mundet me thonë që nuk e kom gjetë vetën këtë. Se cili prej neve kem hisen to, dikush ma shumë e dikush ma pak. Problemet që shumë djemtëri dhe shumë vajza të reja në përrjetet sociale, ku ne ato i posedojmë çdo ditë, pothuajse na vijnë kësi ankesa. Na vijnë këto ankesa, këto problematika që ballafaqohen. Disa prej tyre thojnë, hoq kom brenga shumë, kom shqetësime shumë. Tjetri thot, hoq më mungon mbarësia, më mungon bereqeti. Çdo punë që e marr me e kry, ajo punë nuk më shkon mbar. Po mungon mbarësia o hoq. Unë gjithë këtyre sot kom vendos mja kushtu këtë hutbë dhe mja u jep një përgjigje publike dhe mju të regu se ilaçi është. Ilaçi është, por se ilaçi kërkon që me ju përmbajt. Sikur se që i smuri kur është i smuar, shkon të mjeku, dhe mjeku filon ka daldale në përmjet analizave me e kërku smundjen dhe me e gjetë smundjen. Me a gjetë diagnozën e smundjes ti. Kur e gjenë diagnozën e smundjes, mjeku i vërtet, atëherë ja shkruan ilaçet, ndërsa për të smuarin, i smuri e ka për detyrim, ti përmbahet ilaçeve në kohën e caktuar me i marë. Nëse kësaj kohë nuk i përmbahet, rezultati është ka? Është zero. Edhe për këto shqetësimet të cilat ne rënkojmë për to, ne lypim ilaçi është. E ku është ilaçi hoq? Ilaçi o dashurit e mi të 5 kohë namaz. 5 kohë namaz. Aty ku thirret namazi mu fal, do me thonë ku? Në xhami. 5 kohë namaz. Ne ti përulemi Allahut, tja shtërojmë Allahut gjitha problemet tona dhe të trokisim nderën e ti 5 herë në dite. Për marrë një shembull, që shembulli më i miri takon Allahu subhanahu wa taala. Kjo në raport njeri me njeri. Nëse një i smuar shkon 5 herë në dite të mjeku për me pyet për smundjen e tij që e ka, që mjekja e din çfarë smundje e ka. Mjeku 5 herë në dite, po dyshim se kom jap këshillat e duara, mi thon, "Çore, që tash kimë pi çeta, mbas 2 orëve ki këta, mbas 3 orëve ki këta, mbas 4 orëve këta e kështu me radhë." Apo, kjo në raport njeri me njeri. E shembulli më i miri takon Allahut, para mendoj dashuriam ti 5 herë në dite, kur e çet krytë sejdë, me ja shfaq Allahu te bareke ve taala problemet, gajlet tuja. Për atë Allahu çfarë thot në Kur'an? "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ai i cili thot, e ndjek udhëzimin tim, e prej udhëzimit më të madh pas besimit është kush? Është namazi. Puna më e madhe në dynja është me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe me ajep hakin fjales la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pas kësaj, puna më e madhe që të afron të Allahu dhe që e dënë Allahu është namazit dashurit e mi. E Allahu po thot
Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ai që e ndjek udhëzimin tim, as nuk ka me humb, as nuk ka me qenë i mjerum. Kur bëhet njeri i mjerum, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. E vazhdon Allahu ajeti thot, dhe ai i cili largohet, distancohet, largohet prej përmendjes time, e përmendja me madha pet po them është me ku namaz i bëhet Allahut, dhikri më i madh. Dhikri më i madh është namazi. Se në namaz janë gjitha llojet e dhikrit. Ti mundesh me thonë subhanallah, po të njëjtën kohë mundesh me thonë të njëjtin moment edhe subhanallah edhe elhamdulillah. Se duhet me thonë subhanallah. E tani me thonë elhamdulillah. Namazi ki krejt dhikret. Ndash ki subhanallah, ndash ki elhamdulillah, ndash ki estagfirullah, gjithë shka ki në namaz. Që ta ulemat kanë thonë, dhikri më i madh është namazi. E Allah po thot, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush largohet sot prej meje, largohet prej dhikrit, prej namazit, ka me pas një jetë vështirë. Ka me pas një jetë vështirë. Dashurit e mi, ilaçi ekziston. Por se ne duhet të jemi të përpikt në përdorimin e ilaçit. Duhet të jemi të përpikt. Inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Thot Allahu, me të vërtet namazi është obligim për besimtarët të falet në kohën e vet. Jo si disa kur han falet, kur çohet pi gjumit falet, kur e kryen lojën falet. Kret i ka, do të thonë, namazin e ka dytësor e tretësor. A këta njerëz, wallahi billahi, këta duhet më frigu fort. A i cile qëtë namazin në rënd 2, 3, 4, edhe ajo punë e cila e pengon për namazit, wallahi billahi shpejt duhet më largu për asaj punë, sa në atë punë s'ka khajrë. Mbaj men, ajo punë që të largon për Allahut, ajo punë që të largon për përmendjes Allahut, edhe nuk të lënë me përmend Allahun, wallahi billahi tallahi ajo punë është haram. Billahi haram punë është apëton. Zdvyna e punë. Ajo punë realisht punë e xhehenemit. E kështë bo Kabul, më kërë, me bo me të ardë zjarë i ty që tash. Apo, me bo me po një njeri që po kallë, qka bojmë na që tash? Që tash mesin tonë, një njeri me kapë flaka me kapë, qka bojmë na? E këshyrim? A qojmë kret me maru i me ndoj flakin, apo? Wallahi billahi qaj që s'falet. Pasha Allah në ka kapë flaka, edhe na pejlojmë bukallë. E le muaj me qenë vetë personi. Unë e di që ndoshta dikuj do këtë kjo e rondë, thot qka po thot hoxha, hani. Wallahi billahi unë nuk jam i hyp këto, me i kalzu askuj sa di me mi shit mend. Po këtë e na hyp, jem hyp këto për me qu amanetin vend, mi hu kalzu se, wallahi billahi, namazi është qështë e madhe. E namazit dashurit e mi, me bo me e marrë me këshur namazin, namazi apo muslimant përball namazit janë ndan tri lloje. Ne kena 3 lloj të muslimanëve në zemanin ton. Lloji i parë janë shumë, pasha Zotën shumë janë. Lloji i parë janë ata që s'falen hiç. Sa shumë janë kësi. Sa ka shumë kësi. Shumë janë. Wallahi shumë janë. Lloji i dytë jonë ata që falen kajherë. Gjumon. Në gjami vjen njerë njov. Kënë për Zotin ka nevoj vesh njerë njov. Kënë nuk e she, dhe më thonë, atë 86 herë, që o përmend kur anë namazi, 5 ko namaz, kënë sikur se po i thotë Allah, jo, ti s'ke thonë, 86 herë fali 5 ko namaz, ti ke thonë vesh, një ajet e ka marë, ajetin e gjumos, aty e ka marë ku thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, kur thirët e zani i gjumos, lejnë një trektinë dhe shkani mu falë. Vetë gjumon, o tjerën jo. Tjerat, o i lirum këpi namazëve tjera. Në kohë tjetër, tani, o hoqë angëthi. Po angëthi, valloj, unë e për vetin një betonën Allah subhanahu wa ta'ala. Gjitha kush kur më thirë, edhe më pytë, thot, hoqë e kam një halë, pytjen e parja bëj, a falesh? A falesh ti? Jo, valla, hoqë nuk falna, po ma kalzu halin, ti e paske një halë matë malë se halin që e paske. Wallahi billahi dashurit e mi, kjo është për me dhim zemra. Nëse e marim edhe e shiqojmë,
gjendjen e muslimanëve përballë namazit, vallahi billahi du të me kajt, qësh ka kajt Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në ditë për i ditëve, i ka ardhur Gjibraili alayhi salam. Edhe ka nis me kajt sahabët për shojë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam të kajt. S'po dim se po kanë. Se atë shpalljen kur i ka ardhur ka ndodhur mes tij dhe Gjibrailit, tjerë se kanë diç apo i tha Gjibraili alayhi salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kanë dhe po thot tudayyi ummati salat, po thot kanë me e në përkom namazin, kanë me lon namazin ummeti jam. Gjibraili i tha ja Muhammed, ya'tuna aqwaman min ummatik, kanë me ardhur disa njerëz për ummetit ton, kanë me shit dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala për një copë tokë të dynjaos. Pasha Allahi po, dikush e shet dinin, atë që shitet feja, kur e zoni thot, hajja në sala, ti ja vazhdon punës tënde dhe si andon veshin namazit, pasha Allah një të shit dinin. Ti ki me gjetë një hoqë që ko me ta valterizatë, ko me ti qitë fasat punës tënde, ama vallahi me të, hoqëa me ty në vërë s'ka me hi. Kur të ndi në zonin, Allahu Akbar, krejt du të mejlon. Po, krejt du të mejlon. S'ka, Allahu Akbar, qka Allahu Akbar? Allahu Akbar është Allahu më i madhi. Është puna jote më e madhe se Allahu. Është puna jote më e madhe se Allahu. Unë e di që ta shikush e ndëgjën këto kanë me më kritiku, kanë me dhënë që e kjo për folë. Bilim kasin e dhëtë, ju për paguheni, ti paguhesh hosh për me po këtë punë namazin, jo o Rabbil Kabe. Allahu shpirtin në e marë ta ditë kur janë nisi me bo namazin për punë. E për robë, tëbben, e shkatru me qoftë, ajo që hohet pëj dinit Zotit, me shfrytzu dinin e Zotit për me etu. Po na jetojmë me dinin e Zotit e nuk jetojmë për dinit Zotit. Namazit dashurit e mi, namazi është amaneti më i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, tudayyu ummati salat. S'po i keme pranu Resulullah sallallahu alaihi wasallam se namazin kanë melon musliman. Ja nisi me kajtaj sallallahu alaihi wasallam. S'po i keme pranu këto. I zbriti ajeti, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat, fa sawfa yalqawna ghayya. Fa pas të mirëve kanë më ardhi sot këqij, të cilët kanë me në përkom namazin, kanë me ndjek epshet, fasawfa yalqawna ghayya, thot Allah këna me i gjujtë në ghayya është në pillojeve të xhehenemit. Lloj tret dashurit e mi, a unë jam i vetëdijshëm çka jam të thonë që tash. Shumë jam i vetëdijshëm. Wallahi unë shumë pak. Lloji i parë shumë s'falen. Lloji i dytë gjumon. Lloji i tretë këta janë shumë pak. Edhe unë jam i vetëdijshëm që jam të thonë. A do në me marrë vesh kush janë 7 pak. Hajde nesër në 5:41 fillire zoni. Hajde nesër në 5:41 dhe kime i pa kush janë ata pak. Hajde në sabah edhe ishe kush janë ata pak. Hajde edhe ishe. Sikur se Allahu thot edhe i ka obligu se cilin me i zin në minare me thonë as-salatu khairun min an-nawm. Namazi o më i mirë se gjumi. Disa çka po thojnë? Gjumi o më i mirë se namazi. A ne a keni pa arshetimi ma hejgarallok? Hoq ka me punu. Ja Allah. Thushti Ebu Bekri s'ka punu. Thushti Abdurrahman ibn Aufi s'ka punu. Që Abdurrahman ibn Aufi kur ka dekja ka nda pasurin e ti e vlad të vetë dukatin me sakic e ka nda. Ama kur s'përmendet që Abdurrahman ibn Aufi e Muadh ibn Gjebeli e tjertë e kanë lonë namazin me xhamat ju ka ik. Çka kemë bona sot beta? Ku jena na pi namazit? Çka na tu bona me namazin? Çka kemë hallet me namazin? E ke pyet veten me i thon namaz, vallahi me pas namazi goj. Atë çka kish me na thon? E vallahi jam të i pa plot styra ashtu që i duam dojnë, e jo do të jep të ri. Që vallahi billahi po çuditna me ta. Ja ka nis, më mbush mendja. Wallahi ndoshta mos u çuditni në ditë kur kam ju thirr në telefon se cilën për juve. A mos fanzeni për kusur, se vallahi për ju du. Pasha Allahun nuk kam u shliru këtësi. A e një të e po që të ndodh atje, jënë nis anijet atje, me shku me i qunë dima atje, ushqim me u qu, që jënë të ju bo? Të i torturu, të i arestu e kështu me ramë. A do një me e po këtësin shlirum? A do me e po këtësin shlirum? Del fale namazin e sabat me gjemot. Pasha Allahun,
kur të mbushen xhamit tona, çështë që sa çorë që janë mbushë kështu, na bëhen namaz sabahut, pasha Allahun ka mëshiru kotsi. Kështu e ka thonë generali veti ushtrisë të jahudive atje. Ka thonë kur kanë me triumfu muslimanët mbi ne, kur kanë mi mbush xhamit e tyre që mbushen namaz Bajramit. Unë e pjashtë e thonë namaz gjumos, vetë gjumos, të të mbush gjumos, jo në Bajram. Me emrin Allahut kena me marë që o vetë gjithë xhamia me na mbush bi'idhnillahi ta'ala. Allahu na përmirësof gjendjen tonë. Pastaj dashurit e mi, dije një gjë. Pasha Allahun nuk ka mu përmirësu jeta jote dhe jeta ime, përderisa ne nuk e rregullojmë raportin me Allahun e pej raporteve që tregojnë që i kem mirë me Allahun raportet është namazi. Ti nuk mund të afrohesh te Allahu me ndonjë vepër me dashur se me namazin. Para dashur jam kujdes me namazin. Pejgamberi sa sem që thot ikfalu min al-amali ma tutiqun wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Merrni thot pejgamberi alayhi salatu wassalam pi punëve t'juja sa të mundeni. Bëni punë të mira sa të keni mundësi. A dijeni se puna më e hajrit për ju është namazi? S'ka punë më të hajrit se namazi, dashurit e mi. Pasha Allahun nuk kanë me lëviz kom tuja dhe kom të e mija në ditën e kiametit, nuk kanë me në lëviz pa pyet për namazin tonë. Pasha Allahun, edhe njerë për e thëmë me plot qëtësi, pe loqës zemrës, wallahi se ju du. Ti i cili s'pa i ringati namazit, nuk pa i ringati namazit. Ti i cili që veç në gjumon po na vjen, jepja besën Allahut. Jepja besën Allahut që tash kur të ngritemi inshallah taala me fal gjumon, thu ja Rabbi, që kjo ka me kon namazi i parë për ty ja Rabbi që une derisa të takoj ty s'ka me lon namazin. Falu i dashur jam. Wallahi ka me të pas jeta bereqet. E sidomos ju për ju thom juve, kjo përkejt e sidomos ju 40 shave që i përmenda para hutbes. Wallahi billahi deka shumë afër e ki deken. Ti që ki bo 40 vjet, a ki garon që ki me jetu dhe 40 tjera? Ti që ki bo 50, a ki garon që ki me jetu dhe 50 tjera? Deka të befason. Deka mundet për çdo moment me të ardhë. Qa kimi thonë Allahut, kur Allah ka me të pytë, ka me të thonë, o robjem, pse s'je falë? Pse se kishit kujtë në sejde? Allahu na përmisov gjendjen tonë. Na i mbush zemrat iman, na i lidh zemrat për Allahun. Ja Rabbi, na i lidh zemrat tona për ty. Ja Rabbi, na bët dashur në zemrat tona namazin, të falim për ty, ja Rabbel Alemin. Na bë për atyne që të për ulemi, të bojmë sejde vetëm ty, ja Rabbel Alemin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin, fastaghfiru innahu